U deshën 10 skandale me ushqimin që qeveria të mendoj të shkrijë autoritetin kombëtar të ushqimit. Në shtator të vitit të kaluar, me ndryshimet e bëra në projektligjin për inspektimet në Republikën e Shqipërisë në nenin 60 të saj, thuhet se autoriteti kombëtar i ushqimit dhe autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve do të zëvendësohet me fjalët institucioni përgjegjës për inspektimin dhe kontrollin zyrtar të ushqimit dhe të ushqimit për kafshë dhe struktura përgjegjëse për inspektimin dhe kontrollin zyrtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve. Pra e thënë më thjesht, këto dy struktura, ajo ushqimit dhe veterinarisë dhe bimëve, do të jenë në një institucion të vetëm. Këtë e konfirmoi edhe ministre e bujqësisë Anila Denaj në një prononcim publik. Ligji duhet të vihet në zbatim deri në fund të vitit 2025, pasi ende nuk kanë dalë aktet juridike. Në kontrollet që autoriteti kombëtar i ushqimit ka ushtruar gjatë muajit mars, është konstatuar se kanë hyrë në Shqipëri 10 tonelata me mishpule me salmonel, por jo vetëm kaq. Më herët tonelata me mandarina të dërguara nga Shqipëria në Kroaci u konstatuan me pesticide. Në mes të skandalit të ushqimeve të kontaminuara për sasinë e mishit të pulës me salmonel të futur në Shqipëri nga Brazili, policia e Tiranës shpalli në kërkim pronarin e kompanisë që importoi ato dhe procedoi pronarin e kompanisë që shpërndau në tregun shqiptar. Po ashtu pohetohen edhe 3 inspektorë të AKU-s, të cilët sipas policisë kanë lejuar futje në treg të mishit me bakterinë e salmonelës.